Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot kemi një tavë speciale me pure dhe qofte. Është një specialitet të dashur miq, jam e sigurt që të gjithë pjesëtarët e familjes do të lëpin gishtat. Mund të jetë një ndër recetat për iftaret e Ramazanit të dashur miq, sepse është e përgatitur në tavë dhe xhami e ruan nxehtësinë e pures, pra është dhe një kollajlik për të servirur të dashur miq, sepse në përgjithësi kur përgatisim pure, nuk duhet që pureja të naftohet gjatë kohës që ne përgatisim gjërat e tjera, por e gatuar në këtë mënyrë, pra e përfunduar në furr, ruan nxehtësinë të dashur miq. Le të fillojmë nga puna. Unë të dashur miq kam përgatitur një tavë për 4 veta, ju sipas personave që jeni në familje mund ta shtoni. Pra 2 patate të mëdha, unë i kam vendosur në tenxhere me presion, i kam prerë, i kam shtuar pak krip, ujë, jo ujë derisa të mbulohen komplet, derisa të dalë pak në gjysmë, dhe i kam vendosur të zjejnë. Gjatë kohës që patatet po zjejnë, do të përgatisim qoftet. Edhe për qoftet të dashur miq, çdo familje kur vendos mishin e grirë në frigorifer, e vendos sipas pjesëtarëve të familjes së saj. Kështu që unë këtu kam gati 300 gram mish të grirë, sa për 4 veta të dashur miq, në varësi të personave që keni, masat mund t'i shtoni. Kam përdorur një kokërvez, një qep, 2-3 thelpinj hudhra dhe i kam bluar në blender. I kam shtuar një dorë me bukë të thatë dhe të bluar dhe i kam shtuar erëzat e preferuara. Kryesisht unë përdor piper të zi, rigon dhe piper të kuq. Masën e punojnë mirë derisa të bëhet një masë kompakte e një trajtshme. Në këtë pikë do të formojmë qoftet. Qoftet i kam bërë pak të mëdha që gjatë servirjes gjithë secilit në pjatë i vendosim 2 apo 3 qofte. Në atë mënyrë mund t'i përgatisni dhe ju. Keni parasysh gjithashtu që patatet që vum të zjejnë, pasi tenxheria e presionit të lëshoj atë zhurmën karakteristike të tenxheres, do të numroni thjesht 5 minuta të dashur miq, jo më tepër, që patatet mos t'i vrasim shumë fare, por të mbeten tamam për pure. Qoftet nga që janë pak të mëdha, do t'i ktheni në të gjitha anët, që të skuqen nga të gjitha anët njëtrajtësisht. Këto qofte mund t'i përgatisni dhe të mëdha në formë rrethi, si burger. Unë i përgatita në këtë mënyrë sepse është më kollaj për t'i skuqur, sepse në tigan zën më pak vend dhe rretullohen më kollaj. Përsipër këtyre qofteve do të përdorim dhe pak salcë të aromatizuar të dashur miq, dhe për këtë unë kam përdorur 2 domate që i kam ruajtur në ngrirje, i kam bluar me blender dhe i kam shtuar në tiganin ku skuqa qoftet. Nëse nuk keni domate të sezonit apo të ruajtura si puna ime, mund të përdorni nga ajo salca për makarona apo salcë të koncentruar, të cilën mund ta holloni me pak ujë. Këtë salcë e kam rregulluar me krip, piper të zi, piper të kuq dhe pak rigon, dhe e kam lënë të marrë val të dashur miq, që të trashet pak, mos të jetë e lëngshme. Tashmë që dhe salcën e kemi gati, qoftet gjithashtu i kemi gati, do të përgatisim puren. Në një enë kam shtuar gati një lugë të mbushur plot me gjalpë dhe më njanë kam grirë pak djath kaçkavall. Ose çfarëdo lloj djathi të shishëm që ju përdorni për tost apo për pica. Patatet si fillim i nxjerrim nga uji ku i zjem, e derdhim ujin dhe sërish masën e kalojmë në tenxherën e nxehtë, ku ne do ta shtypim me një rrahëse patatesh. Një pjesë të djathit ja kam shtuar pures, një pjesë e kam lënë për ta spërkatur për përsipër. E shtypim mirë derisa të bëhet një masë kompakte.
Kësaj mase të dashur miq, nuk do t'i shtojmë qumësht, do t'a lëmë të trash kështu siç e kemi. E kalojmë në enën në të cilën do t'a përfundoni, pra do t'a fusni në furrë. E shtrojmë mirë një trajtësisht. Siç e shikoni, i kam vendosur qoftet në atë mënyrë që kur ta servirni të marrin dhe pure dhe qofte. Siç ju thash, qoftet mund t'i bëni dhe të rrumbullakta, si qoftet e një hamburgeri dhe t'i vendosni nga një qofte për gjithë secilin. Unë i bëra në këtë mënyrë sepse në këtë mënyrë skuqen më kollaj. I spërkasim përsipër qoftet me salcën e aromatizuar dhe së fundmi i shtojmë djathin kaçkavall. E fusim në furrë për 20 ose 30 minuta me 220 gradë. Derisa përsipër të marrë një ngjyrë të bukur dhe djathi kaçkavall të ketë shkrirë. Ky është dhe rezultati të dashur miq, del fantastike. Gjithashtu është shumë e përshtatshme për t'u servirur të dashur miq, sepse siç ju thash, pureja është diçka që përgatitet në moment dhe gjithë secili do që ta hajë të ngrohtë, sepse ashtu e ka lezetin. Në këtë mënyrë, pra duke e përfunduar këtë lloj gatimi në furrë, e kemi shumë më kollaj për t'ia ruajtur nxehtësinë e pures gjatë servirjes. Kjo ishte pra të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Është një alternativë super për darkat e iftarit, me që po afron dhe Ramazani. Ju sugjeroj që ta mbani shënim sepse jam e sigurt që do të mbeteni shumë të kënaqur. Nëse ju pëlqeu, mos harroni të jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe miru dëgjofshim.